Rezultatet e dala nga 11 maj në qarqet Vlorë, Fier, Lezhë dhe Gjirokastër morën aprovimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nga këto 4 qarqe do të ulen në kuvend 39 deputet. Për qarkun Vlorë, Partia Socialiste e Shqipërisë 64.560. Nga to, Partia Socialiste dominoi në 3, ndërsa në Lezhë, forcë e parë doli opozita. Nga këto, koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka marrë 33.623 vota. Gjatë mbledhjes, nuk munguan as kërkesat e EPD, lidhur me votën e diasporës, ku kërkojnë vërtetimet se emigrantët kanë marrë materiale zgjedhore në dorë. Sikundër kërkuan dhe di që të na vijnë në dispozicion nga KSZ-ja të dhënat e operatorit postar DHL, i cili në zbatim të kontratës, po dhe të kodit dhe të aktit rregullator padyshim, duhet t'ja ketë dorëzuar personalisht çdo zarf në adresën e regjistruar në PER secili zgjedhës nga diaspora. Vetë kryekomisioneri Cilibashi konfirmoi se çdo material do t'u jepë subjekteve politike. Gjithë kategorinë e dokumentacionit, veçanërisht atë që lidhet me procedurat e dorëzimit dokumentacionit zgjedhor të çdo zgjedhës, jemi në pritje, shpresojmë që sot ta përmbushin detyrimin që kanë. Tashmë qarqet e vetme që kanë mbetur pa certifikimin në KQZ janë Durrësi, Elbasani dhe Tirana.